Miqtë e mikesha të pjesës tretë, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod me formatin podcast. Do t'jetë pak i pazakont për faktin se nuk kam as gola të shënuar, as gola të shpëtuar, as penalti të pritura, por kam domethënë tryezë për ka një tifoz futbolli i cili është edhe aktivist, është edhe pedagog në Fakultetin e Shkencave Sociale. Mban edhe titullin doktor i shkencave, por që mos ta shkencerojmë që në hyrje muhabetin. Arlind Qori, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam për krahun këtë bisedë. Faleminderit shumë Ambi. Sot bisedën do ta përqendrojmë te futbolli. E kam ndjekur pak diskursin tënd publik, e di që je tifoz, jam informuar edhe me skuadrat që përkrah ose skuadrat që të emocionojnë. Shpresoj domethënë që nuk e di, a ke pana i copës nga këto episodet tona apo ndonjë shkrim gjatë përvojës së pjesës tretë në rrjetet sociale, megjithatë besoj do shkrihemi gjatë bisedës dhe do njohim më mirë njëri tjetrin. Mund të konsideroj veten lexues relativisht i rregullt i pjesës tretë, paktën i shkrimeve. Falenderoj. Ato i kam pas lexuar pothuajse të gjitha. Kështu që kanë qenë shkrime shumë interesante dhe që shkojnë vërtet për tej futbollit dhe më lejo të përgëzoj për gjithë punën që ke bërë. Shumë faleminderit për vlerësimin. Do qëndrojmë pak te kronologjia historike e futbollit, po patjetër lidhur edhe me përvojat tona vetjake. Këtu Arlind e nisim nga fillimi, nga origjina, domethënë, edhe pyetja është kush është Arlind Qori dhe a e mban mend kujtimin e parë futbollistik? Tani unë kam lindur në qytetin e Tiranës në 11 nëntor të vitit 1981, për një 3-4 vjetë kemi pasur shtëpinë te lagja mbrapa shkollës së bashkuar, që aty janë dhe kujtimet e mia të para në një oborr vogël. Pastaj nga viti 85, mos gaboj, kemi shkuar familjarisht tek rruga Budi, edhe unë aty jam rritur edhe sigurisht gjithë shumica e jetës time të vetëdijshme, themi kështu, ka kaluar aty. Kujtimet e para futbollistike jam këto lojrat poshtë pallatit me shokët e pallatit, i binim topit. Ka pas aso kohën top ellastiku quheshin, që ishin më të lirët, po mund të luaj me to, po mbaj mend që kemi pas luajtur edhe me topat sajuar prej lecke, domethënë Shqipëria e fundit vitit 80, kur më qenë i vogël, ka qenë shumë e varfër, edhe sajoheshim, luanim, gjithandej pra ma kishin fusha. Kjo ishte e veçanta asaj kohe dhe mangësia e kohës sotme. Do dalim te pjesa e terreneve. Arlind, jam kurioztar, domethënë unë jam disi më i ri se ty në moshë, kam lidh vitin 1990, patjetër edhe fëmijëria ime ka qenë relativisht e varfër për sa i përket kurseve, por kishin dalë ato uniformat jo origjinale, domethënë të futbollistëve të njohur. Në kohën e fëmijërisë Arlindit, si frymëzohesh ti? Nëse unë shikoja një Del Piero, një Shevchenko, një Birhoff, domethënë Ronaldo patjetër nëpër bluza, ju atëherë nga i merrnit këto frymëzimet futbollistike? Jo, frymëzimet ne i merrnim nga lojtarët, po s'kishin bluza për të veshur, domethënë. Ku kanë filluar dalin bluzat në treg, ku kam qenë student pak a shumë, që ka qenë një kohë ku po bluze kombëtare se kam pas veshur, është e vërtet, po të klubeve jo. Po kur kam qenë fëmijë dhe adoleshent, nuk ka pas gjëra të tilla, frymëzoheshim shumë nga lojtarët. Unë mbaj mend që kur isha në 8 vjeçare, domethënë ëndra ime ishte që takoja këta futbollistë e famshëm, bëhesha vet futbollist, sigurisht nuk kisha pikën e talentit për ta bërë këtë gjë. Kështu që edhe kam guxuar as shkoj në ndonjë kurs, siç shkuar një shok tek mia sa kohë, por të regjistruar jo, se s'kisha as talent asgjë. Kështu që luaja poshtë pallatit, luajnë ato fushat vërdall nga qyteti studenti që ishte afër shtëpisë tonë, po edhe te një fushë që unë e përmend shpesh, është ka qenë një fushë midis ambasadës amerikane të sotme dhe ambasadës italiane, janë 4 pallate tani. Po në vitet 80-90 kur unë jam rritur, ka qenë fushë dhe luante gjithë lagje, luani fëmijët, mund të kem luajtur pafundësisht herë aty. Kështu luajmë. Pëlqimet e para futbollistike të kujtohen, nuk e di, një sulmues për shembull, ti përmend vitet 80 kanë pas kulmin e flamurtarit në Europë, vitet 80 ka qenë një Tiranë shumë e fortë, 17 nëntori atëherë që ishte edhe baza e kombëtares. Vitet 80 kanë pasur ngjarjen e Partizanit në Lisbon ose ardhen në Neptun Bajkos, trajner nga Coverciano. Vitet 80 kanë pas një titull të Elbasanit, domethënë ka pas larmishmëri, një Shkodër të fortë, patjetër edhe me futbollin e huaj, apo me çfarë po më tregon. Po nisim nga Shqipëria. Mbaj mend që aso kohë skuadra e Elbasanit që i Labinoti. Kam fiksuar që aso kohë. E dyta, unë jam bërë tifoz e Partizanin në ato vite. Nuk e mbaj mend a ka qenë 1986, 87, ase është vështirë të mbash mend aq shumë, po jam bërë më një herë tifoz me Partizanin. Partizani ka pas një plejadë shumë të mirë lojtarësh aso kohë. Unë kisha shumë për zemër veçanërisht Ylli Sheun, Lefter Millon edhe Perlat Mustën. Edhe shumë të tjerë pastaj, sa prej tyre mund t'i mbaj mend edhe me emra që deri më sot.
luanin shumë mirë, po unë a them nganjëherë edhe studentëve të mi kur flasim në kohën e vjetër, ju them ju nuk e dini çfarë fati kam pasur unë ose brezi unë, çfarë fati. Ne shikonim ndeshjet e futbollit në televizor vetëm bardhëzi. Madje unë mbaj mend ndeshjen e parë që kam parë me ngjyra, ka qenë kampionati botror 1990. Ndeshja Holland-Irland, kemi shkuar tek shtëpia një të afër që kishte televizor me ngjyra. Se quhesin televizorët me ngjyra ato, markat, ku kanë qenë këto ngjyra të para. Grouping, më duket tani nuk e mbaj mend mirë. Po, i them studentëve ju ke diçi një çfarë mrekullie ishte që ti të mësuar të shije ndeshje futbolli vetëm bardhëzi, për shkak kur shije ndeshjen Partizani Dinamo me zi vreje cilat ishin skuadrat, sepse bluja me të kuqe bardhëzi dili pothuajse një lloj, dhe kur shkojnë në stadium të Qemal Stafa, të duke më e bukur në botë, domethënë fusha e blerë duke mrekullia vet, fanella e Partizanit që ishte e kuqe, edhe kuqe si Atlas, ishte jashtëzakonshme, do të bënte për vetë edhe kështu estetikisht, kështu që unë jam bërë tifoz i Partizanit aso kohë. Sigurisht me të bërë tifoz i Partizanit blesi që në Kopër. Pse them që në Kopër, se mbaj mend një shokun tim Kopër, që pastaj e kisha edhe në shkollë, Marim quhej, edhe ai ishte tifoz i Tiranës, edhe kishim këtë pas derbi domethënë që në hapat e parë. Që aso kohë flisnim sot debatori me njëri tjetrin, po ashtu mbaj mend një herë, nuk e di si ka ndodhur, por e kam parë skuadrën e Partizanit në plazh. Ku shkonim me vitet 80. Konvalescencë ndoshta. Aty që ndoshta konvalescenca ushtrisë. Aty lumbulloi një skuadër për përgatitje. I mat ka qenë oficer, kështu që në të rrallën e shkonim për edhe pushim në këtë konvalescencë në ushtrisë. Unë pajmend që kam parë futbollistë Partizanit ato ishin mrekulluar, domethënë nuk kem qenë 6-7 vjeç. Edhe më është fiksuar ende dhe mbaj mend emrat dhe fytyrat e futbollistëve prej kësaj përvoje. Ka qenë, fal që ta them, ka qenë një jo vetëm për mua si fëmijë, por tani si rritur, besoj ka qenë një futboll goxha cilësor aso kohë. Mbaj mend se që përmendë flamurtarin, unë ndeshjen e Beogradit e kam parë në shtëpi, vjes tek siç mbledheshin komshit tek shtëpia e komshiu. Aso kohë do ta kapje Beogradin me ato grupet, se ishte palishme. Për mua se pa imagjinuar se kam jetuar domethënë. Cilësia ishte jashtëzakonisht e keqe. Kuptimi një ndeshje jo vetëm bardhëzi, po me miza quanim ne, me zi shihej. Po mbaj mend gëzimin e të gjithëve kur bëri gol Sokol Kushta. Një entuziazëm dhe pastaj edhe ato këngët që dilnin gjysbejte të legjenda thotë që dritet ende ajo shtylla atje Beograd nga djatha Kushës. Kronologjikisht, nëse mundesh Arlin, të na tregosh pak rritjen tënde, por ta bëjmë kështu domethënë pak sportive paralelisht me ngjarjet e futbollit. Një ngjarje e madhe kur ke qenë në fillore, një tjetër 8 vjeçare, gjithmonë futbollistike, edhe ta lidhim edhe me futbollin e huaj. Nuk është e vështirë ta zbulosh që je tifoz me Gjermant. Nuk e ke shkruar her pas here këtë gjë. Që unë jam bërë tifoz me Gjermani, ka përshtuar pak përpara kampionatit botror të 1990-s. E kisha shumë për zemër Lothar Matheusin, ishte aso kohë doli lojtari më i mirë 1990-ën. Edhe mënyra si luani futboll ishte jashtëzakonshme paktën për mua aso kohë. Mund të kem qenë klasë 2 ose në 3 1990-ën. I kam parë gjitha ndeshjet edhe kam bërtitur i gëzuar kur ka fituar Gjermania, kam dalë në balkon dhe kam bërtitur i gëzuar kur ka fituar Gjermania finalen e 1990-s, pas o kohë duhet keni parasysh që në Shqipëri u hapën edhe portat e ambasadave. Domethënë ka qenë një periudhë shumë e trazuar politike dhe sociale. Shumë njerëz u futën në ambasada dhe unë kisha shtëpinë shumë pranë asaj që aso kohë quhej ambasada italiane dhe pastaj u bë ambasada amerikane. Dhe unë kam parë atë kamionin që nga balkoni im, pilot me njerëz që goditi muri ambasadës italiane, edhe janë hedhur njerëzit pas dëshmi okulare. Ka ndodhur një gjë te ambasada gjermane, po sigurisht, aty s'kam qenë dëshmitar. Kështu që Shqipëria ka qenë goxha e trazuar aso kohë. Po ashtu mbaj mend sa kanë vuajtur si në prag të adoleshencës në 1994, ku Gjermania është eliminuar nga Bullgaria në çerek finale, 2-1. Do të zhvuar dhe europianin në 92-shit besoj. Po aty ishte më pak sa arritën deri në finale, po këtë mbaj mend veçanërisht. Në 1994 ka humbur në çerek finale Gjermania, ka bërë gol Mateusi me penallti, pastaj ka bërë gol Stojçkovi me goditje dënimi dhe pastaj Lechkovi me kokë. Dy legjendat Bullgarisë. 2-1 e pa besueshme për mua që prisja që skuadra që unë isha tifoz fitonte përsëri. Ka ardhur zakonisht shumë keq edhe se ka marrë vetë kështu në humor, domethënë për sa e sa ditë, gjithë shokët që ishim në
klas, aso kohë ishim tifozëve Gjermani, kështu që ishte një lloj kështu pikëllimi kolektiv. Duke qenë se ti edhe studiues i këtij lëndë, patjetër përfundore me gjithë. Aq shumë u mërzitëm saqë përdornim emrat e lojtarëve të Bullgarisë për të sharë dikon. Kur do ta shash dikon do të thuaje Lechkov ose Stoichkov. Kokra e Balakovit. Arlind, duke qenë se edhe studiues i kësaj lëme, domethënë i sociales, pak a shumë i shkencave shoqërore, nëse është për kufizimi i qartë. Në rregull. Afër jemi. Përmendë pak domethënë këtë kontekstin sociopolitik, domethënë përplasjet e mauneve apo nuk e di, autobusëve me muret e ambasadave. Si ishte më pas futbolli lokal gjithmonë sytë një fëmijë që po rritej, sepse shumë nga futbollistët e asaj kohe, edhe emrat që ti përmend, apo edhe emrat formacionit Partizanit, për shembull kanë ikë në ambasadat, domethënë 86-87 Skener Giga që ndërmbrojtës ka ikë në ambasadat në Gjermani. Si ishte pasqyrimi në futbollin lokal, domethënë i asaj çka po përjeton të Shqipëria. Kriza duke kollaj, se unë shkoja shpesh në stadion, futesha pa biletë, isha fëmijë, gjej. Me një xhaxh për dorë dhe futesha, deri nga mosha 13-14 vjeç kam pasur. Ajo që binte në sy më një herë ishte braktista e stadiumeve. Pra, në stadiumet deri në 90-91 ishin kapacitet plot. Paktën në ndeshjet e mëdha ishin plot, pa diskutim. Dhe jo vetëm ishin plot, por edhe tifozërit ishin e përziera. Sot njerëzit nuk arrin ta imagjinojnë se si po të luaj Tirana Partizani aso kohë, stadiumi ishte komplet i ndërthurur, pra nuk është se kishte tifozëri të organizuar. Si ka qenë metafora, s'ke ku në kokër mollë. Po pra, plot, po nuk ka pas tifozëri të organizuara, njerëzit zakonisht shkonin në stadium me shokët, njëri shoku ishte me Tirana, tjetri me Partizani, sot nuk para i gjen këtë frymë. Por ajo që ndodhi në vitet 90 ishte që sidomos kur luanin ekipet e kampionatit shqiptar, stadiumet u braktisën. Biles edhe kur luante kombëtarja janë braktisur. Janë videot, sidomos në çështjet kombëtare, për shembull është ai goli i famshëm i Ylisheut me Suedin, stadiumi është. Po. A ditën e mbaj më që ka rënë një shi jashtëzakonshëm, saqë se bashkë me shokët donim të hynim në stadium. Kanë ndek ndjes domethënë, po që ta shfrytëzojmë rastin. Donim të hynim në stadium, u lagu u bëm shull dhe kemi ikur në shtëpi, po ajo boshllëk në ndeshjen me Suedin është për shkak të motit. Por unë dua të them që në vitet 90, pastaj kur luante kombëtarja, stadiumi është mbushur për shkak të kur ka ardhur Gjermania në 94. Po goli i Zmianit, domethënë. Por zakonisht kur luanin ndeshjet normale ta themi kështu, kur Shqipëria luante me Gjeorgjin për shembull, apo kështu stadiumi ishte treçerek bosh. Aq më pak kishte tifoz kur kishte ndeshjet e kampionatit shqiptar. Edhe ishte trishtueshme, po edhe e kuptueshme sepse keni parasysh diçka që një pjesë e mirë e lojtarëve janë larguar nga Shqipëria. Domethënë më e mira e kampionatit shqiptar, ikën jashtë, ra niveli i futbollit. Për shembull Demullari Dinamos nuk ishte, Minga e Tiranës nuk ishte, Musa e Partizanit nuk ishte, për të marrë vetëm rastin e Tiranës. Milo e gjithë këta. Aratia e dy futbollistët Vllaznisë pak më herët Bëshenit edhe Hoxhës që ishte, nëse këto janë tema tjera. Mos ta dramatizojmë shumë situatën, pse Bayern, pse Roma, pse Partizani dhe pse Gjermania. Dhe ka një video në rrjetet sociale, para se çfarë përgjigjja tani. Nëse për humor kjo. Ka një video në rrjetet sociale që pas fitores së Romës në ligën e konferencës ke një shpërthim kështu. Po. Shikoj, me Partizani janë bërë si fëmijë se Partizani ishte skuadra e si thua kohës për ato momente. Edhe kam përshtypjen që ka qenë dhe një ndarje që zakonisht me 7 nëntorin sot Tirana sa kohësh bëheshin ata që ishin dhe me origjinë nga Tirana. Nuk kisha lindur Tiranë, por origjina e prindërve të mi nuk ishte nga Tirana, kështu ishte një lloj ndarje gjeografike. Po mund bëhesh edhe me Dinamon, por janë bërë me Partizani sa ishte skuadra më e bukur aso kohë. Më e mirë. Pastaj tifozëria ime me klubet ka rrjedhur prej faktit që isha tifoz i Gjermanisë. Do thuash ti çdo tifoz i Gjermanisë është tifoz i Bayern, por çdo me Romën pastaj. Sepse me Romën luante lojtari i preferuar aso kohë i Gjermanisë, Thomas Hessleri. Jo Fölleri. Thomas Hessleri kishte shkëlqyer në Evropianin 92-shit, unë isha mahnitur prej tij, kishte zvendësuar Mateusi në zemrën time prej fëmije. E meqense Thomas Hessleri ato 2-3 vite luante me Romën, unë u bëra me Roma. Sigurisht Hessleri iku nga Roma, unë beta me Romën, edhe sot jam tifoz i flakt qoftë i Bayernit ashtu edhe i Romës. Fatmirësisht rrallë ka ndodhur që Bayerni dhe Roma të luajnë kundër njëra tjetrës, një apo dy herë ka ndodhur sa kohë. Nuk e kujtoj. Ka luajtur Champions League, por atëherë kur kam dash zgjedh kam qenë me Bayernin, po që e qartë. Si shkova në shkollë në ato vite, po prezumoj që ke qenë mirë domethënë duke parë ku je sot, edhe për sa i përket domethënë vazhdimësisë në karrierën akademike. Po për te këtij fakti e doja të pyesja, kur nisi ta kesh atë ndërgjegjen kritike ose informacionin e mjaftueshëm domethënë për ta kuptuar që futbolli është pasqyrë e shoqërisë asaj që jetojmë.
Kur I more pak ato zhgënjimet, shiko. Një nga zhgënjimet që kam pasur unë, ka që ndoshta kam qenë student, kur në biseda e sipër dikush më thot me siguri dhe unë e kam besuar që ndeshjet shiten. Ma tha dikush që e mora se ishte sigurisht më shumë se thashë them. Se kështu thashë them që ndeshjen shiten përgjithësi kisha dëgjuar, po. Kur e dëgjova pastaj më erdhi vërtet shumë keq dhe thashë vetë sa herë jam lagur me tim vlla në shi duke parë ndeshjet. Sidomos kampionati shqiptar, se bëj fjalë për kështu lloj ndeshje ose të skuadrave të kampionatit shqiptar nëpër Kupat e Evropës. Edhe kjo më ka, si thua, më ka zhgënjur mjaft edhe më ka bërë që për një farë kohë kem qenë I shkputur nga stadiumi, sidomos për ndeshjet e kampionatit shqiptar, jam kthyer mjaft më vonë pastaj. Për të rindjekur ndeshjet e kampionatit, ndërkohë që kombëtarën e kam ndjekur gjithmonë. Sigurisht më ka bërë dal nga dal përshtypje fakti që skuadrat dhe nëpër botë janë komercializuar mjaft. Gjithsesi un kam arritur të ndjek dhe të jem dëshmitar I një kohe ku kishte ende lojtar flamur, si thonë. Kështu Francesco Totti te Roma, ku unë isha tifoz, edhe jam tifoz, Maldini te Milani. Sot kam përshtypjen nuk ka më të tillë, ose të paktën nuk kanë për këto skuadra të mëdha edhe të gjithnjohura. Një rast ka qenë për shembull Jonas Hector kur qëndroi te Gjermania që ishte në ligën e dytë, edhe më qëndroi me Kölnin apo. E mori dhe Gjermania, e grumbulloi edhe përbënte sensacion se si ka mundësi. Edhe më pas është influencuar faktikisht edhe publiku. Më mirë se s'është lojtar I madh, sepse nuk e kupton domethënë që ti je flamur, jo detyrimisht duhet të jesh lojtar I madh. Jo çdo gjë madhet me cilësinë e asaj që ti të bësh me topin me skëmbë. Futbolli ka dhe zemër. Ai që ka bërë shumë sakrificën ka qenë Francesco Totti, sepse ai ka qenë nivel shumë I lartë si futbollist dhe Roma nuk ishte skuadër, se Maldini me Milani s'ka ishte skuadra më mirë botë. Me Maldini patjetër. Nuk se ke ku shkon. Ose Del Piero me Juventus diçka afërsisht e gjatë. Kurse Totti me Romën përveç se një kampionati, duket I Kupit Italie, nuk se ka fituar gjë tjetër. Në drejt. E ka pasur kërkuar Real Madridit, Milani aso kohë, gjitha skuadrat dhe ka qëndruar dhe është për të vlerësuar. Na flasin shpesh brezi yt, po edhe pak më të mëdhej domethënë në moshë se ty për klasat sportive, për organizimin sportiv, si ka qenë atkohë nëpër shkolla, organizimi sportiv, dhe un kam edhe një pyetje faktikisht që ka të bëjë edhe me të sotmen, ku është përkeqësuar organizimi sportiv në arsimin publik, edhe si mund të përmirësohet. Shiko, un kam qenë nxënës. Ty se je aktivist edhe drejtimi yt tani politik publik ka marrë një lloj zhvillimi. Un kam qenë nxënës nga viti 88 në tutje, ka qenë vitet e fundit të sistemit kaluar. Mbaj mend që një herë na kanë çuar një Spartakiad, kemi pas vrapuar tek stadiumi Dinamo ose Seman Stërmasi, që është quajtur më vonë. Por nuk më mend kemi pas klasa sportive, më kemi pas bërë fizikulturë, kemi pas bërë luani me top, bëni shumë çka tjetër, por jeta sportive për fëmijët ka qenë të luajë me top, ose të oborri pallatit, ose të shkojë te një fushë aty afër, ose të përdori oborret e shkollave për të luajtur. Luaj me lagje. Pikërisht. Ndoshta brezi çik më herët se unë mund të ketë përjetuar këto klasat e mirëfillta sportive. Nga ana tjetër sot nuk ka asgjë. Sot Tirana nuk ka as një minimum në përqindje të fushave që ka pas dikur dhe të hapësirave publike. Unë ndjej me fëmijët e mi, nuk kemi ku t'i çoj që të luajmë me top. Duhet të paguajmë një kurs privat që t'i bien topit 3 herë në javë, por nuk ke ku shkon, ose nëse do shkosh diku, do shkosh të luash mbi pllaka. Nuk është se ke një fushë apo një mjedis të përshtatshëm, ose duhet të ecësh shumë për të arritur te ai që ka mbetur parku I liçenit për të luajtur pak. Kështu që sot jeta sportive e fëmijëve është jashtëzakonisht e varfër dhe ushtrohet vetëm nga ata fëmijë prindërit e cilëve kanë para pak I përkasin stresës mesme e sipër që të mund paguajnë kurse sportive. Për fëmijët e tjerë pastaj është katastrofë, sidomos në qytetin e Tiranës, ku hapësira është përvetësuar për të ndërtuar kulla e për të fituar para të madhe. Kam jetuar diku te 6 vjet e gjys në Itali, edhe aty është problemi tjetër, është më tepër teknologjia. Hapësirat janë, po fëmijët domethënë janë më të përqendruar te teknologjia, edhe tani kanë këtë ankesën italiane, duke qenë se kanë pa futbollist kalibrit Tottit, Del Pieros, Baggios apo më herët Riveras, nuk e di unë, Mazzoles, futbollist super teknik, brillant. Tani thonë që kur I çojmë në akademi ka humbur krijimtaria, ka humbur domethënë ai futbollisti teknik, ai që tikën 1-1, një Mazreka domethënë lokal që tikën ball për ball, sepse po marrin atë formimin akademik topit, le të themi, që ti duhet vraposh, duhet të jesh I disiplinuar më tepër se sa futbollist krijues. Domethënë ne skemi hapësira, po duke I humbim krijimtarinë për faktin se skemi hapësira publike ku të luajnë. Humbim krijimtarinë edhe sepse regjistrohen më njëherë në shkolla, në shkolla futbolli në këtë rast.
nëse duan futboll edhe jemi domethënë minus, është rasti kombëtarës tani që rrov diaspora që po na prodhon fëmijë që vinë të kontribuojnë për kombëtarën e madhe. Si praktikisht nuk e kuluan Tiranë, nuk e kuluan, domethënë të ikën topi më një herë në rrugën e makinave. Praktikisht nuk e kuluan. Tirana e para 30 viteve ose edhe 20 viteve ka pas jashtëzakonisht shumë hapësira. Unë kam pas luajtur fëmijë shumë tek fushat e zeza që quhen në qytetit studenti. Beksat kemi pas në këtu afër. Aty tani është ka qenë deri vonë një parkim i madh autobusësh, tani do ndërtojnë cakulla, ku diun çfarë, po aty ka pas fusha handbolli, volejbolli, basketbolli, përveç një fushë shumë të madhe futbolli, por fëmijët mund të luanin tek fushat e handbollit, si kalçeto, luan ndaj kushdo, luaj derisa të binë në këmbët. Në vizionin tënd, si mund të përmirësohet diçka e tillë? Na duhet të rikuperojmë aq sa është e mundur hapësirën publike. Unë kam qenë kandidat për kryetar bashkie para 2 vjetësh në Tiranë dhe qëndrimi ynë ka qenë dhe vazhdon të jetë asnjë leje ndërtimi më brenda unazës së madhe të Tiranës. Tirana është mbi ngarkuar. Dhe aty ku është e mundur, ne duhet të rikuperojmë hapësirën publike dhe ta transformojmë hapësirën publike, të krijojmë mundësinë që fëmijët, po vetëm fëmijët, por njerëzit përgjithësi të luajnë. Një gjë që duhet bërë në mënyrë urgjente, duhet hapen dyert e shkollave. Nëse e ke vënë re, kur mbaron shkolla, dera jashtë në shkollës mbyllet me çels. Pse mos luajnë fëmijët e lagjes? Siç kemi pas bërë ne, do borë në shkollë. Siç ndodh edhe në Perëndim. Në raste konkrete. Unë te shkolla që kam bërë unë, quaj dikur konferencën e Lebinodit pastaj Osman Viderizi, unë i shoh fëmijë që ka përcejnë kangjillat, është e rrezikshme. Pse mos hapet dera? Luhet. Po të luhet, po ata beton janë edhe hekur, nuk e çu bën edhe duhet të prish, nuk i prish dot. Ose palestra me pagesë masdite. Dakor, është palestra flasë shkollës. Di që është për të bërë lek ca njerëz ndërkohë që fëmijët janë jashtë. Pra duhet të krijoheshin mundësitë që kjo infrastrukturë sportive që është të përdore nga sa më shumë fëmijë të rinj. A drejt. Mirë, nuk po të çojmë aty se po lodhesh këto ditë besoj duke dhënë informacione të tilla për sa i përket programit dhe aktivitetit politik, po sot jemi të flasim për futboll dhe më tepër nga këndvështrimi si tifoz. Futbollistët duhet të parapëlqyer të gjitha kohërave. Për sa kohë sheh futboll. Përmende pak ato që të iniciuan me lojën, lojtarët gjerman, po më pas edhe gjatë moshës ku rrit, besoj ke pas pëlqime edhe për futbollistë tjerë që të kanë kënaqur synin. Po, zakonisht unë kam një ndjenjë të fortë besnikërie dhe tifozerie, për mua gjithmonë futbollistë më të mirë ata me cilët kam qenë tifoz unë, që jo detyrimisht objektivisht janë tillë. Për ty, kur kam qenë i vogël dhe adoleshent, këmbgulja shumë që futbollisti më i madh i gjitha kohërave ishte Lothar Mattheusi. Me gjast nuk është e vërtetë. Por mua ashtu më dukej aso kohë. Sot për shembull më pëlqen shumë Xhamal Musiala i Bayernit. Është shumë lojtar i mirë, domethënë. Kam arritur të kuptoj më pas, edhe për shkak të impaktit që ka pasur në jetën sociale të vendit vet, Diego Armando Maradona. Ka një debat cili është futbollisti më i madh në kuptimin teknik të gjitha kohërave, po besoj sikur debati tjetër cili është futbollisti më i kompletuar në të gjitha senset politike, sociale dhe të impaktit, besoj që Maradona është para të gjithëve. Se nuk ka qenë vetëm futbollist. Edhe impakti i tij ndaç në Napoli, ndaç në Argjentinë, po edhe përgjithësi në jetën simbolike të shoqërive të kohës vet ka qenë mjaft i madh. Kështu që biles kam pas shkruar diçka në murin e Facebookut tim para disa viteve ku thoja që në fakt zoti i futbollit është Maradona. Ndoshta teknikisht Messi mund të jetë më lart, mund të jetë më lart, po edhe aty ha diskutime sepse ata që marrin vesh nga futbolli thotë sot është më lehtë të driblosh. E para se fushat janë më të mira, nuk janë si fusha patates. Sulmuesit janë më të mbrojtur nga gjyqtarë. Plus janë më të mbrojtur, nuk e hash qelin shaje nga Gentili njëri në kohë, domethënë. Por prapse përgatitja fizike sot është më e mirë, është goxha më e mirë e futbollistëve. Kujdesi ndaj trupit, dieta. Është vështirë ti krahasosh në nivelin teknik, por ama nëse do të shohësh futbollistin si më shumë se futbollist, si simbolit një kohe, si simbolit një shoqërie. Unë besoj që deri më sot futbollisti dhe ndoshta sportisti më i rëndësishëm ka qenë Maradona. Ndolet e sportistët më të rëndësishëm kanë ndjek sportet e tjera? Me që po flasim për socialen, sot Muhamet Alin, për shembull, është një shembull tjetër i. Gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës kam pas ndjekur shumë sport me timat në televizor, ndiqim Olimpiadën. Kam qenë e pasionuar deri vonë pas basketbollit, pas Chicago Bullsave. Kam pas parë ndeshjet e tyre, pak derisa u largua Michael Jordan. Kam pas parë shumë atletikën. Edhe deri nga fundi i adoleshencës, domethënë kam qenë tifoz i Carl Lewisit në 100 metra. 100 metrësha.
I Michael Johnsonit të 200 metra që theu rekordin botëror. Më vonë është bërë dhe trajner tani personal i disiplinës. Pastaj tenis kam parë brezi Boris Bekerit, Pete Samparsit, Andre Agasit, po deri aty nuk kam vazhduar më tutje. Pas ju rrita dhe flas kuptimin nga studente sipër, jam fokusuar vetëm te futbolli. Se s'kam pas as kohën e mjaftueshme për të parë çdo pasioni më i madh. Po sigurisht e pasioni më i madh pa diskutim domethënë. Je i mirë informuar patjetër, të folet edhe për Maradonën, na çove në kontekste tjera sociale, hapësira kohore domethënë ndryshme që kësaj bisede, futbolli si mjet propagande. Flasim për shumë për Kupën e Botës, që të paktën mund të jetë festivali më i madh dhe më i njohur botërisht i lojës bukur. Dhe ku gjithë mundohen të shfaqen më të mirën, 34-38 për shembull, që kampion e bote Italinë fashiste të Mussolinit. Në vitin 1936 që Olimpiada e Berlinit, ku qeveria ose nuk e di udhëheqja lokale atje pajtoi një 27 vjeçare Leni Riefenstahl, e cila ishte regjizore domethënë, për të bërë një film propagandistik që u miratua pas shumë sitave atje, dhe shfaqet në 38-ën filmi Olimpia, që për nga teknikat e kinematografisë është domethënë një kështu gur themeli për sa i përket ç'filma kemi parë më vonë bazuar në këto teknika, por thyet propaganda aty sepse është Jesse Owens, një afroamerikan nga Alabama që fiton disa medalja ari, 4 mos gaboj. Edhe më pas vazhdoi me vitet 60 me organizimin e botërorëve, nuk e di, në Amerikën Latine të juntave ushtarake, shtafetetën e kemi në Argjentinë, po edhe më herët në Brazil, domethënë një junt ushtarake ka qenë fuqi kur është organizuar 50-ën, që e dogji propagandën goli i Gixhas në Maracanã, i Uruguayt, apo dalin më pas deri në ditët tona ku kemi për shembull botërorin e Katarit apo të Arabisë Saudite që do të organizohet më vonë. Si e ke parë edhe me syrin kritik më pas edhe si studius këtë fenomeni? Kampionati botëror i futbollit është një ngjarje më e rëndësishme, jo vetëm sportive, po edhe kulturore. Nuk ka një ngjarje spektakli, ta themi kështu, këtë shikueshmëri. Këtë shikueshmëri dhe këtë popularitet. Patjetër. Edhe pa diskutim që politika do i fusë fundot aty. Se janë sytë e gjithë njerëzimit që shkojnë atje. Dhe nga ana tjetër kemi plot shembuj në histori ku eventet tilla si kampionati botëror i futbollit janë instrumentalizuar politikisht në mënyrë që udhëheqës diktatorial, të korruptuar, kështu më kanë përmirësuar imazhin e tyre. E kanë tentuar jo gjithmonë me sukses, sepse unë prap mendoj që nuk mjafton vetëm propaganda, nuk mjafton vetëm spektakli. Njerëzit pastaj përballen me realitetin. Junta ushtarake në Argjentinë sigurisht e organizoi Kupën e Botës, e fitoi edhe një çik me zor, se kam lexuar atë Kupë Bote Argjentinaje, mirë po kjo nuk e shpëtoi juntën, pas pak vitesh u rrëzua. Sigurisht ky botërori i fundit shumë kujt i ka lënë një shije të keqe, në kuptimin që regjime feudale aty, edhe nga plani i organizimit politik, aty janë monarki feudale, domethënë janë arkaizma. Që shquhen për shkeljen e drejtave të njeriut, për shkeljen e drejtave në punë, punëtorë emigrant kanë ndërtuar ato stadiume shumë të bukura, por të lara me gjakë në farë kuptimi. Skllavërim modern. Sigurisht ka pas shumë kritika, është përdorur botërori ndoshta edhe për të pastruar imazhin atyre monarkive, po edhe ka nxjerrë edhe këtë ide më që fundja kur FIFA vendos për të organizuar botërorin diku, përse do ta organizojnë në vende që nuk kanë praktikisht asnjë lidhje me futbollin, se unë do isha i pari që do entuziazmohesha sikur botërori të organizohej në Egjipt. Mund të jetë vend goxha i varfër, mund mungoj infrastruktura, pra marrë vend shumë i madh, me pasion të madh për futbollin, edhe vend afrikan edhe vend arab, më kupton, pra kjo që them unë nuk është çështje si janë aktivizuar sociale, për shembull tragjedinë e Port Saidit. Nuk është se kam halli që pse është ky vend apo ai vend, por ato janë vende si ku diun, edhe Arabia Saudite dhe Katari që edhe popullsi kanë shumë pak, domethënë nuk është se kanë ndonjë jetë futbollistike, as tradita as jetë futbollistike reale, as kanë ndonjë potencial të jashtëzakonshëm. Se i njëjti diskutim ka ndodhur në 1994 kur është organizuar botërori SBA herën e parë. Edhe aty amerikanët nuk se duan t'ia dinë shumë për futbollin, pra ka lexuar statistika Arlind që
Nuk u rrit populariteti I futbollit, domethënë. Po shpresa ishte që do e bëjmë aty për të paktën të rritur. Ç'ndodhi gjatë finales në Pasadena, domethënë se po ndërpres ndjes Itali-Brazil, rastisi që O.J. Simpson po ikte policisë për shkak qëllimit ndaj ish bashkësorës vet, domethënë, dhe amerikanët se janë të njohur për ndjekjen e spektakleve televizive, e mos shumë të ndoqën këtë ndjekjen e policisë ndaj O.J. Simpsonit se sa. Po shpaja ka dhe një veçanti, duke qenë superfuqi, me gjitha pikpamjet e fjalës. Kanë ata sportet e tyre tradicionale që janë aq të apasionuar sa që është vërtet vështirë për soccerin, si që ata për ta. Ndash basketbolli, ndash bejsbolli, ndash futbolli amerikan janë mjaftueshëm popullor sa për ta bërë të vështirë përparimin e futbollit tradicional, si quhen. Komentin e morën, po edhe ca shembuj shqiptar të kësaj gjë, për shembull. Në Euro 2016 ishte kualifikimi historik, u lumturuam gjithë, goli Sadikut, rasti Gashit, që kujtohen tani domethënë me edhe eliminatorët që ishin spektakolare, ngjarja Beogradit, droni, shumë histori të tjera. E shëmtuar ishte pritja e futbollistëve, sepse u mor kryekput nga politika e gjitha, domethënë ajo ceremoni do thosh si politika do ta zhvillojë, jo njeriu I thjesht që punon edhe shkon në shtëpi se si ka dhe mjetet. Por u duk për shembull sigur e kishte bërë golin kryeministri edhe ose Sadiku ose nuk e di kryetari I bashkisë apo një ministër I asaj kohe kishin po tribun fush edhe po ta vesh re domethënë tifozët nuk dolën ta prisnin kombëtarët njerëzit nuk dolin populli është ai autobusi që shoqëron ekipin domethënë nga Rinasi deri në institucionet tona në qendër të Tiranës s'kishte njerëz. E vërtetë është kjo. Si e cilëson? Po sepse njerëzit reagojnë domethënë kur e shohin që ka një instrumentalizim të jashtëzakonshëm politik, ata distancohen se nuk duan të jenë pjesë e një spektakli të parapërgatitur. Atje edhe në Evropianin e fundit kishte personazhe të çuditshëm që thoshin që kombëtari jon u kualifikua falë Edi Ramës, domethënë thua se bëri ai gol. Po nga ana tjetër kjo tregon diçka për jetën politike në Shqipëri. Fatkeqësisht sot në Shqipëri nuk ka figura politike, një autoritet madh qytetar, sa që të jenë konsensuale. Do të bëj një krahasim. Në 1982 Italia fiton Kupën e Botës dhe presidenti I Republikës ishte një ish partizan Sandro Pertini, po I dhe njëri me një autoritet pa diskutueshëm politik. Arender si operire. Po pra, domethënë kuptimi që njëri që doni gjithë, kuptimin edhe kundërshtarët e politike e respektonin jashtëzakonisht. Edhe ishte bërë presidenti I Republikës dhe presidenti ka një rol honorifik, nuk është si kryeministri. Por ne nuk e kemi një tillë, pra nuk është se kemi një president që të jetë jo vetëm mbi palët, po të jetë një figurë politike dhe kulturore aq e rëndësishme sa që ta bëj presidenti këtë gjë. Pra nëse do organizohet pastaj një ceremoni mbar popullore, të jetë një figurë që është si thua e respektuar nga të gjithë dhe nuk krijon dasi politike. Ke ndjesi njëri nga ne që është bërë president, po. Ndërkohë që këtu ta merr flamurin ku diun Erjon Viliaj ose Edi Rama, dhe kjo si thash I bën njerëzit që të distancohen, me drejt distancohen. Po. Sepse në fund e përvetsojnë diçka që është e gjithëve. Reagim domethënë deri në antipati. Tani ne shihum futbollin, pse kthehet kështu. E vetëm gjë e bukur asaj ceremonie ishte që u ftu domethënë kujtoi atëherë Ismet Bellova, te ceremonia pritse më ishte një gjetje dekori e këndshëm për vetë rolin e Ismet Bellovës, domethënë në gazetarinë shqiptare. Po këtë fenomenin për shembull që Shqipëria tani po ose të paktën sytë e mi. Po investon te turizmi, te dukja, te PR-i, siç quhet domethënë këtë gjuhën televizive të kohëve tona, edhe patjetër e përmendëm edhe te organizimet e kampionateve botërore që është eventi më I shikuar Kupa e Botës se normalisht aty do përqendrohen edhe energjitë më të forta publicitare. Me sa po kuptoj kombëtari është bërë një diçka e tillë edhe për ne, pra një kartë, një bileto da vizita, kartë vizitë domethënë për të shfaqur edhe Shqipërinë botërisht, edhe vërim domethënë që kandidatët e huaj për të qenë trajner të kombëtares kalojnë nga zyra e kryeministrit. Dhe çka komenti ke Arlinde? Në rast se do të binte ndonjëherë të ishe në tokatet e pushtetit, do sillesh në të njëjtën mënyrë apo do kujtohesh që dikur fola me Andin te podcasti I vogël atje? As bëhet fjalë, unë jam njëri shumë I apasionuar mbas futbollit, por nga ana tjetër I di një kufijtë e mi dhe kufijtë e përgjegjësisë së zyrtarëve publik, siç I duhet kryeministrit ose një ministri ose një deputeti që të fus hundët në zgjedhjen e trajnerëve. Nuk e di, nuk ndodh në asnjë vend normal botë, në asnjë vend normal botë. Në ndonjë diktaturë mbas ndodh më që I bie bilbilit ai diktatorit thotë merr këtë se m'pëlqen, të gjithë rreshtohen aty. Jo në vende që janë normale demokratike kjo gjë nuk ndodh dhe nuk ka se si të ndodh. Detyra e qeverive është që të mbështesin sportin. Sporti në Shqipëri është në krizë, domethënë nuk ka investimet e duhura, nuk ka një kuadër legjislativ që të ndihmojë sponsorizimet në sport, pra që ndihmojë investimet në sport.
Dhe këtë detyrë që qeveritarët nuk e bëjnë, e kompensojnë pastaj duke u sjellë si drejtues federate apo si trajner futbolli. Po, drejt. Dhe ç'i duhet i kryeministit që të bëj rolin e trajnerit futbollit dhe mbi gjithat përpiqet të përvetsojë atë që është e zgjedhur, se mua kjo më shqetëson domethënë. Shiko, tek kombëtarja e futbollit jemi tifoz të gjithë. Sigurisht secili mund të shkruajë në faqen e vet, bëj një koment shkurtër, është normale, por askush nuk mund ta përvetsojë. Gjithsecili kur vjen puna tek skuadrat është njëri nga të gjithë. Po kupton? Është njëri nga, do të thënë, edhe fakti që kur shkojnë në stadium, po ta vesh re, zihen këta njerëzit kryesorë politikë se kush rri në, si thua, në ato vendet e nderit, ato tribunën e nderit, gjithë kryesorën aty. Tregoj që është tamam si ata perandorët aristokratët e dikurshëm romak që shihnin ndeshjet e gladiatorëve duke ngrënë gjëra të mira, ndërkohë që të gjithë tjerët shkojnë në stadium si qytetarë të thjeshtë. Unë sa herë që shkoj në stadium shkoj mbrapa porte. Marr fëmijët e mi, bashorten, është bileta më e lirë, është tifozeria më e mirë brava porte, edhe shkoj aty dhe kam përshtypjen gjithë jetën time të shkoj brava porte. Sepse më shijon ajo lloj ndeshje ashtu dhe më pëlqen fakti që jam tifoz si të gjithë, pavarësisht pozitës sociale që kam sot ose që mund të kem nesër, në stadium shkohet si të gjithë, më kupton? Normalisht për të shijuar dhe për të parë një sport që është për gjithë, jo ekskluziv, ëh. Kjo është një sport popullor, futbolli është sporti më popullor në botë. Patjetër. Më ka bukur kurioztar si rast Arlind, po dhe kam dashur ta diskutoj domethënë, po si kam pas një droje domethënë për të shprehur publikisht për atë rast, sepse do më vite një ushtri kështu komentesh domethënë që je dasha keq karshi rezultateve, arritjeve dhe jam rrit. S'po vjen mirë, ndoshta më herët kam qenë më reagus, tani kam filluar të logjikoj dhe kam qejf të kemi çik qetësi më shumë se sa për plasje publike, por nuk më erdhi fort mirë për shkakun që medaljet e para olimpike të Shqipërisë ishin ato të mundjes. Medaljet e sportistëve çeçen, cilët u naturalizuan shqiptarë. Pse nuk më erdhi mirë? Nuk më erdhi mirë për faktin sepse nuk është se ne kemi një lëvizje tani që po pajtohen dy sportistë të shkëlqyer nga pikpamja sportive, edhe po i merr ti domethënë, edhe po i përdor ata njerëz, po i përdor në kuptimin e mirë të fjalës, po i pagun, po patjetër po u merr atyre një shërbim që nuk e di, do masivizosh mundjen në vendin tonë edhe do përdorosh për instruktor 2 kampion olimpik. Ata ishin thjesht se udhaj pasaport, fitun ato gara, ato neshe. Dhe mund t'i ikin parë, dhe mundrojnë edhe skuadrë. Po më marron karriera lëvizje. Unë dyshoj që ata do hapin palestra këtej dhe do të çosh çunin ti ose unë domethënë për të stërvit mundje me këta kampion. Nuk e shoh si lëvizje, nuk e shoh, po të bërë një paralelizim të vogël me familjen Kuka në Pej, në Kosovë, domethënë që kanë marrë atë palestrën e familjes edhe kanë prodhuar 5 medalje olimpike për Kosovën. Domethënë çikat e lagjes, domethënë që u bën gocat e lagjes, në Hallës që u bën kampion olimpike. Ky është ai rasti që më tërheq mua domethënë të ta shijojnë, them okay, e gëzohem kombëtarisht që fituam një medalje. Dhe po flasim për një sport ku ne kemi shumë traditë. Patjetër, dhe peshgritje kemi shumë traditë. Se të kishte një sport ekzotik që si ja themi dot, ski për shembull, dakord, po e barrim. Edhe aty kemi blerë një kulturën. Por që dakord, po diçi sporte kështu të rralla për Shqipërinë dhe për kulturën tonë, mbase ka më shumë vend se thua mësojnë, po këtu ke një trashëgimi, ku diun. Të thënë një kundëraz domethënë, se ndoshta kush e ndjek këtë podcast do thotë ore çfarë po bëni se këtu. Jo, nuk e kthem. Futbollin për shembull, në kin. Shqipëria asaj kohe çoi Loro Boriçin. Po. Do edhe nuk është se morën Loron se ishte ku diun Otore Hagel apo ishte nuk e di, domethënë përmend një emër tjetër. Nuk e di. E morën sepse ishte instruktor futbolli. Do të mësonte kinë, atë të dije, do transmetonte atë dije që kishte. Po kjo më çudit për shkakun, kjo kundër veprimin. Sepse mendojnë gjërat nga sot për nesër. Japim 2 pasaporta, marrim 2 medalje. Këtë vit, asgjë më pak publicitet dhe asgjë tjetër. Çfarë do ndodh tani? Çfarë do ndodh pas 10 vjetësh në sportin e mundjes apo në peshngritje apo ku diun? Në sporte tjera, po janë politika dritë shkurtra, që mendojnë, nga njëherë mendoj se qëllimi është gati një postim Facebook, një postim i suksesshëm Facebook, edhe justifikon gjithçka. Po ashtu, me që po flisi për futbollin, sigurisht unë jam shumë i gëzuar që të gjithë shqiptarët, në kudo që të kenë lindur, vinë e luajnë për Shqipëri, po kjo ne na ka mbuluar disa probleme. Që është kampionati shqiptar. Domethënë, ne imagjino sikur të mos kishim futbollistët shqiptar të lindur dhe të rritur në diasporë. Çfarë niveli do kishte kombëtarja e futbollit në Shqipëri?
Dhe edhe sukseset e kombëtarës shpeshherë kanë shërbyer jo si nxitje për futbollin vendas, por si mbulesë e problemeve të thella që ka futbolli në Shqipëri. Me rritjen e kombëtarës është niveli i kampionatit. Ç'na duhet në kampionatin, ne po marrim rezultate me kombëtarën. Ç'na duhet prodhimi lokal kur po na sjellin fëmijët emigrantët. Mua më vjen keq kur shoh, shkoj her pas here në ndeshje futbolli kur luan Partizani, edhe vjen keq që si thua një pjesë të rasteve, si thua, ky entuziazmi tifozëve nuk i përgjigjet nivelit lojës, në kuptimin teknik të fjalës. Është vërtet. Edhe kam frikë që nëse nuk ngrihet niveli i lojës, edhe tifozeria do filloj të zbehet, sepse tifozeria është pasion sigurisht, por ka nevojë edhe për ta luash topin mirë, normal, ka nevojë brum, si quhet, luash mirë, sidomos pastaj kur sheh futboll nga kombëtarja tek futbolli ndërkombëtar ku niveli është shumë i lartë. Normal. Sokrates, biri një autodidakti, i cili ishte i apasionuar pas filozofisë, e quhet djalin e vet Sokrates, që u bë më vonë mjek, futbollist, edhe protagonisti i demokracisë korintiane me Korinthiasin, ku vendimet në klub duhet të hidheshin me votë nga lojtarët deri te magazinieri i ekipit. Ishte një sociolog, faktikisht drejtor teknik i klubit aty te Korinthias. Ky fenomeni për shembull Arlin, si e shikon tani në këtë pozicion ku je, po edhe a kemi pas njërë një shembull shqiptar që mund t'i afrohet, ose mund t'i afrohej? Nuk e di, nga Sokrasi mbaj mend dhe faktin që ka vajt luaj me Fiorentinën, edhe kur e pyetën tha që erdha luaj me Fiorentinën dhe sa se dua të lexoj Antonio Gramsci në gjuhën e vet origjinale, do të mësoj italisht edhe të lexoj Gramscin. Po këtu jam i pashpres, jo vetëm për futbollin shqiptar, por futbollin gjithandej. Duhet të kesh parasysh diçka që deri para një 40 viteve të ishe futbollist, sigurisht të siguronte të ardhura të mira, po ti duhet mendoje edhe për diçka pas. Më kupton, do të thojë të bëj një shkollë, të kemi pasion tjetër, sepse jo detyrimisht do jetoj nëpërmjet sportit. Sot futbollistët profesionistë, sidomos ata që luajnë skuadrat më dha, e di që po luajnë një 10 vite futboll, do jetojnë shumë mirë pastaj. Dhe nuk kanë, po themi këtë qasje, nëse këtë shtysën që të dinë më shumë, të shkollohen më shumë. Një pjesë prej tyre s'bën as shkollën e mesme, sa diun. Lë edhe gjimnazit, nëse ka shumë talent, nuk duhet. Nuk bën. Pra janë më pak të formuar, duke qenë më pak të formuar, edhe kuptojnë më pak peshën e tyre sociale. Tani tek tu mund të jesh një futbollist që merret me drejtë dhe njerëzit, unë jam tifoz i Bayernit dhe di që për shembull Manuel Neuer, Leon Goretzka kanë një profil Joshua Kimi që është marrë gjithashtu publik. Mirë po janë shumë pak krahasuar me çka kanë qenë dikur, ku futbollistët kishin lidhje më organike me shoqërinë. Do të thënë ishin pjesë e tifozerisë, vinin nga populli, përfaqësonin, ngrinin zërin bashkë me ta, sigurisht Sokrates është shembull i veçantë, se nuk ka tjerë si ai, por ka pas mjaft më tepër, ku diun, Johan Cruyff kishte kritika për botërorin e 78-s, nuk mori pjesë, aso kohë, do të thënë Bright njëri ka pas qëndrime shumë të forta, radikale, sociale, do të thënë. Kemi rastin e Carlos Casellit në Kili, për shembull, që torturua ëmbë dhe doli përpara zgjedhjeve, mas ishte tërheq nga futbolli, zonja që është torturuar nga pushteti në Kili është nëna ime, do të dha një mesazh qartë, sepse sot futbollistët e famshëm me klube të mëdha janë edhe pjesë e kësaj rrjetës publicitare të agjentëve që ty do të mbash një lloj profili, nuk do të rrezikosh gjë. Kështu që pastaj edhe kur mbahen qëndrime, si për shembull gjatë Black Lives Matters, ato janë prapë të institucionalizuara, pra është një frym nga lart që thotë ulun një gjunjë, por nuk është se është autentike. Autentike ka bërë ai futbollisti amerikan, futbollisti amerikan në fillim që u ul në gjunjë kur këndua himnin. Po pastaj kur u bë masive, u bë me urdhër nga lart, edhe nuk ishte fare natyrshme. Drejt. Goli më i bukur që ti ke pasi tifoz. Më i bukuri është domethënë si për sytë tu më i bukur, se mund të jetë edhe thjesht një penallti i shtyme, që për ty është më i bukur si gol. Se ka menduar ndonjëherë, por me që folëm pak më herët, e përmendëm goli i Hysén Zmianit në ndeshjen me Gjermaninë. Ka marrë një hark topi. Topi nuk ka kaluar murin nga lart, e ka kaluar murin anash, më kupton? Edhe ishte vërtet gol shumë i bukur. Edhe ishte goxha larg, pra godita e dënimit ishte larg vijës, mund të ishte 30 metra apo më shumë.
Ishte vërtet gol shumë i bukur. Pak në ky vjen mendje mua, patjetër pastaj në televizor kam parë golin e Maradonës 86. Kundër Anglisë. Po të tjerë nuk se më vinë mendje. Ka gola të bukur plot sepse edhe niveli teknik futbollistëve sot është rritur shumë. Patjetër. Mund të shprehen shumë mirë. Më përmend pak Hysén Zmiani, tani gol cilësohet si ndoshta mbrojtës modern i djathtë më i mirë që kemi pas. Kombëtari Arlind, sipas te, më e forta që ke parë, edhe më e dobta që kemi qenë cop. Si tifoz gjithmonë. Për mendimin tim, kombëtari që ka pas luajtur më bukur, edhe ka pas edhe një goxha potencial. Ka qenë diku nga fundi viteve 90, fillimi viteve 2000, ka qenë Astrid Afizi, mos gaboj. Po, Astrid Afizi trajner. Luaj në sulm, luaj me 3 sulmus, luante, ku diun, ishin kulmin e vet, Bushi, Rakli, Bledar Kola, që unë mendoj mund të jetë ndoshta futbollisti më i mirë që kemi pasur ne. E kanë këtë, domethënë, pak e mbaj mend, domethënë, mbaj mend golin që ka bërë në Gjermani, po mbaj mend si mua më duket si një lloj Zidani shqiptar, edhe në trup, edhe në lëvizje, edhe në pas, ka qenë i jashtëzakonshëm, ndonse nuk ka luajtur shumë vite, nuk e di me kombëtar, nuk e di për çfarë arsye. Ka qenë Murati, Haxhi në krah. Krahomajt, patjetër. Shumë virtuoz, domethënë me topin. Mbrojtja ka qenë mbrojtës shumë modern, Geri Qipi, domethënë. Më mbaj mend sa ndërhyrje e tij që vetëm se ajo kombëtar besoj nuk ka qenë shumë e disiplinuar. Domethënë mund bënte lojra të jashtëzakonshme dhe prapë humbin 2-1. Në vërtetë, ose golet në fund. Unë mbaj mend për shembull një ndeshje çik më herët, ka qenë Shqipëri-Gjeorgji e 94-s, ka fituar Gjeorgjia 1-0 dhe Shqipëria mund të ketë rënë 7 herë shtyllës e mund të ketë pas 20 raste dhe asnjë nuk u bë gol, po kupton? Kështu që si cilësi loje, në kuptimin e lojës sulmuese, unë mendoj që ajo ka qenë më e dobta, nuk di ta them, nuk ndoshta brezi mbas evropianit të 2016-s, ndoshta tani po kam frikë se mos bëj ndonjë gabim. Shpesh shihet edhe rezultatet. Fatmirësisht Shqipëria ka filluar të luajë në mënyrë disiplinuar dhe të ketë rezultate të mira. Mirë, po si cilësi loje, mua më duke se ai futbolli vjetër ka qenë më romantik dhe ka qenë më i bukur. Po, normal. Gjithsesi, mënyrë të fitosh nga herë në gjykim. Nga një mund të thuash dhe me drejtore, garancitë e suksesi se të luash mirë, të humbësh me Gjeorgjin, ti je gjithmonë i parafundit. Ka kuptim, nuk ka zbavitje. Nuk ka zbavitje. Hajde për bir luaj keq edhe futun evropian se është bukur, por nga futbollistët kombëtarë s'ka do veçor si më të parapëlqyer. Po më kujtua Bledar Kola. Një edhe këtë lidhe me Partizanin, Lefter Milo, traktori, i cili ka humbi edhe në 96, mos gaboj në aksident dhe u ndërpre karriera edhe jeta, karriera shumë herët. Ka qenë një futbollist goxha i fortë edhe teknik edhe luftarak. Pastaj po edhe Bledar Kola do ta shuaja. Ta bëjmë një lloj Zidani shqiptar më sa marrë shumë futbollin. Kujtimi më i bukur që ke futbollistik ose disa ndoshta që mos të vendosh si të vendosësh vetëm për një. Nuk di ta them, domethënë zakonisht skuadrat e cilët janë Romës këtu në Tiranë, Ligës Konferencës apo edhe. Po, edhe aty jam gëzuar, mirë, po duhet pas parasysh diçka që nuk është ishte në far kupe. Po, mirë. Kupa e parë që kup është. Për Romën ishte kupë. Ki parasysh diçka që skuadrat me të cilat unë jam tifoz nuk është se fitojnë shpesh. Por mund të them ndoshta ajo që më ka bërë më shumë përshtypje ka qenë fitoria e Kupës Botës nga Gjermania në 1990-ën. Dhe tani për të kthyer tek futbolli shqiptar, fitoria me Greqin 2001 në 2004, në 2000 kam qenë stadium në atë ndeshje. Edhe unë kam qenë stadium. Ka qenë domethënë një diçka e papërfitueshme, kuptimi i elektrizimit, të entuziazmit, një tifozerie që s'pushonte asnjë moment, e golave që kanë qenë, si mos ai i dyti i Aliajt që edhe aty se merr vesh si shkon topi, domethënë me çfarë force dhe me çfarë trajektorie shkon topi. Këto mund të jenë si momente kështu që kanë lënë shumë bresa. Interesante është fakti për shembull që atë neshëm që jemi të dy tifozë Partizanit, edhe unë tifoz i Partizanit jam, nuk e thash në këtë bisedë, po besoj publikisht tani nuk është se kam fshehur ndonjëherë. Edvin Murati dhe Adrian Ali kanë qenë futbollistë Partizanit të moshat, edhe i dhanë
Deri në atë kohë nështë ishte fitore më madhe që kishte arritur Shqipëria. Në 4 shtator 2004, Murati ka dhe histori interesante sepse është i arratist, domethënë nëpër kufit mes Gjermanisë dhe Francës për të arritur deri në Paris te i vllai që kishte emigruar më herët. E kështu historisht, domethënë që vinin, edhe kjo fitore vinte 2 muaj fiks, në 4 korrik ishte shpall kampion Europë Greqia, në 4 shtator kishte neshën e parë zyrtare, mas dhe rrugët e qytetit kanë qenë plot gjithë ditën, që përpara ndeshjes, madje edhe një ditë përpara pas ndeshjes, më ka qenë një fest kombëtare. Kur shikon futbollin lokal, Arlind, edhe më thënë që shkon në stadium, mos si frymëzohesh tash, duke pa këtë lloj besueshmërie që po prek nivelin 0 të kampionatit, si frymëzohesh për të shkuar në stadium, në rast se po shkon. Në stadium unë shkoj sa ka derbi. Okej. Deri para një viti apo 2 vjetësh kam pas shkuar të shifja në ndeshje tek Partizani, tek stadiumi i ri i Partizanit, por këto 2 vite e fundit për shkak të angazhimeve të mëdha shkoj vetëm kur ka derbi. Çoj fëmijët, janë fëmijët po ashtu tifoz me Partizanin. Kam një vajzë një djalë. I fatshmëre. Faleminderit. Edhe janë bërë tifoz të Partizanit, shkoj bashkë me ta. Sigurisht ata janë më entuziastë se unë, se mosha bën të vetën. Më pëlqen atmosfera shumë e tifozerisë, loja nganjëherë pëlqen, nganjëherë nuk më pëlqen, se si thash, pres një çik më shumë nga pikpamja teknike, gjithsesi derbi është i bukur për shkak të rivalitetit. Edhe ka diçka që tifozeria sado që e shan njëra tjetrën, është kushti i ekzistencës njëra tjetrës. Po mos ishte ai kampiones do isha as ti këtej. Kështu që kjo në instancë fundit mua më shtyn them që shiko duhet të pas respekt. Imagjino një kampionat pa derbi, imagjino një kampionat pa kundërshtarin tënd specifik. Kur të rrosh toti nga futbolli, tifozeria e Romës ta pension të mbar nga rivalet e gjithë jetës. E çon mesazhin që kështu që duhet ketë edhe respekt. Sigurisht tani ato 90 minuta çfarë nuk thuhet, çfarë nuk bërtitet, por është pjesë e lojës prapse prap. Është pjesë e lojës, është bukur. Mund të doja shumë që të vinte prap dita kur paktën gjatë derbit stadiumi të mbushej plot, se nuk është plot, është gjysmë braktisë, gjysmë bosh është. Më shumë se gjysmë vendoset titulli. Nuk është, domethënë, vetëm kombëtarja ka forcën që të mbush stadiumet. Të ngrihet në çik më shumë niveli teknik në mënyrë që të vinë më shumë njerëz në stadium. Mendoj nga ana tjetër që duhet nxitur sidomos fëmijët të rinj të vinë në stadium, duhet të ketë një politikë më të mençur të biletave. Po. Biletat kam përshtypjen duhet të jenë shumë të lira. Nuk janë dhe aq të lira sot. Kupton? Ka shumë njerëz që duan të jenë në stadium por nuk u mban xhepi. Dhe kur ai stadium është aq i madh, çfarë të kushton që si thua ta hapësh derën për të gjithë. Unë mbaj mend kur kam qenë fëmijë dhe i ri, që në pjesën e dytë hapeshin dyert e stadiumeve. Gjithmonë ka qenë. Sot nuk ndodh më kjo gjë. Sot nuk ndodh më. Dhe është gjuna e madhe që nuk ndodh. Do të fundit kush do i ta shohë ndeshje, pse mos e shoh. Se nuk është se po ata që janë me parë në dorë po nxitojnë për bler bileta edhe do zënë vendi të parit. Treçeriku stadiumit bosh që bosh është. Kupton? Hapi dyert për njerëzit. S'kushton asgjë. Interesante. Partizani më i fortë pas 90-s. Kush ka qenë? Ose le të themi Partizani më i fortë pas vitit 2000. Domethënë, flasim me epoka Xhani e mbrapa deri te Partizani këtyre 2 titujve. Partizani ka fituar këto 2 tituj në vitet e fundit, ka pasur skuadër të mirë, edhe nga pamja teknike, mund ta themi të kompakte. Mirë, po mua më mbaj mend kur ka qenë tani si vite, kur lojtari më i mirë i Partizanit ishte Dorian Bylik Basha, idulli i familjes time. Ai më pëlqente shumë kur ka qenë edhe kur luante ka qenë vitet 2003-2006. Kujtoj emrin e lojtarit kombëtarës që u kthyet luaj për Partizani. Klodian Duros. Ka luajtur bashkë Duro me Bylik Bashin apo një periudhë të shkurtër sepse Duro iku sërish jashtë dhe më pas aty Dori u bë 10 dhe kapiteni. Nga pikpamja e cilësisë futbollit unë mbaj mend atë Partizan që është më i miri. Po sfituan gjë atëherë, më duhet një kup Shqipëri apo jo? Një kup të shumë diskutuar Shqipëria. Vetëm aq, po. Nuk se fituan gjë, po e mbaj mend për mirë. Po si jetove për shembull atë emocionin e titullit pasi 6 vitesh mungesë me trajnerin Gega. A i kanë ndjekat sezon mirë, pjesërisht, po kam qenë pak herë në stadium. Mirë, por do kisha dashur që titulli të fitohej kur unë isha më i apasionuar
Edhe më i ngeshëm. Edhe më i ngeshëm. Normal. E kam pasur edhe një herë kur më pyetën në televizor për pjesëmarrjen e Shqipërisë në Evropianin 2010. Si jam gëzuar si gjithë shqiptarët, po thuaj, imagjino sikur Shqipëria të kishte marrë pjesë në Evropianin 92-shit. Kur unë isha 11 vjeç, do kisha luajtur mend në atë moshë. Pra ka shumë rëndësi edhe mosha kur ndodhin këto ngjarje sportive. Kur je fëmijë, kur je adoleshent, ke një, unë mbaj mend një ndeshje e kisha në mendje një javë para se të ndodhte. Pra flija dhe mendoja çdo ditë si fëmijë për ndeshjen që ndodhte pas javë. Ka ndodhur shpesh për ndeshje derbi, nuk e di. Kështu që prandaj më vjen keq ka herë që edhe këto ngjarje relativisht mëdha që kanë ndodhur me sportin shqiptar, mua më kanë gjetë në një moshë më të madhe se ç'duhet, po fatmirësisht fëmijët e mi kanë gjetë moshë të dur, që ata ishin më shumë se unë sigurisht. Kishe bërë ndonjëherë bisedë dillarin, domethënë kur e futboll dhe sport ka Jo. Kam pas plan ta bëj me disa nga aktivistë televizjes bashkë që janë tifoz futbolli. Kanë më plan që do ta bëj mbas zgjedhjeve me kandidatin tonë për Gjirokastrën, Klevis Bedaj, tifoz i Partizanit, edhe ai tifoz i Partizanit. Kemi bërë një bisedë me të për Gjirokastrën, për turizmin. Folëm pak në fund për futbollin në podcastin ton, po aty ka vështirë na ndritën sy të dyve. Edhe tham që do e lëm një bisedë enkas vetëm për futbollin, sepse unë kam me shumë qejf, Klevisi ka me shumë qejf dhe unë vërtet u gëzova kur më more dhe më thej që hajde bëjmë këtë podcast dhe thash do vi me vrap se faktikisht kemi pas tu trajner kombëtarësh, kapiten kombëtarësh, domethënë futbollist, nuk e di, koleg gazetar. Shera parë domethënë që vjen një njeri i cili nuk ka lut ose nuk ka punu domethënë një sektor që ka lidhje me futbollin, kështu që kënaqësi që folën, edhe shpresoj të jesh zbavitur. Ëndra ime kur isha i vogël, e para ishte të bëhesha futbollist, po ato e mora vesh vëllai që bëhesha shpejt. E dyta ishte me që isha edhe i mirë kështu në këto lëndët sociale të bëhesha gazetar sportiv dhe thosha si s'ka një shkollë ka stile dhe veta për gazetar sportiv mbase e bëj në fund të jetës time. Ka ko për gjithçka. Faleminderit Erlin Çori, shëndet dhe sukses në vazhdim. Falenderoj shumë dhe punë të mbarë se po bën vërtet diçka të rëndësishme. Faleminderit për vlerësimin.